Detajet të reja janë zbuluar nga prokurori i posaçëm Vladimir Mara në lidhje me operacionin ndërkombëtar Ura i zhvilluar në bashkëpunim me Spakut dhe prokurorisë së Barit në Itali. Në një deklaratë për mediat, Mara konfirmoi se janë lëshuar gjithsej 52 urdhra arreste në Shqipëri dhe Itali, nga të cilat 40 janë ekzekutuar deri më tani. Mes personave të ndaluar ka edhe organizator të grupit kriminal i cili dyshohet se është përfshirë në aktivitet të gjerë të trafikut ndërkombëtar të narkotikëve. Veçanërisht shqetësuese është përfshirja e 2 punonjësve të policisë së shtetit, nga të cilët njëri mbante një pozicion të rëndësishëm brenda strukturave të rendit. Sipas prokurorit Mara, që po raportonte në të njëjtën tavolinë me drejtorin e policisë Ilir Proda, në një nga rastet është zbuluar bashkëpunim dhe korrupsion në policinë e portit të Durrësit që ka lehtësuar veprimtarinë e grupit kriminal. Kemi pasur 2 punonjës të policisë së shtetit, njëri në pozicion të rëndësishëm. Në njërin rast kemi pasur bashkëpunim dhe korrupsion në policinë e portit të Durrësit, u shpreh Mara. Operacioni Ura konsiderohet si një nga goditjet më të mëdha të muajve të fundit ndaj grupeve të krimit të organizuar që operojnë në Shqipëri dhe jashtë saj. Operacioni u krye me mbështetjen e Interpol, zyrës së ekspertëve të sigurisë në Tiranë, policisë shqiptare, nën koordinimin e drejtorisë së qarkut antimafia të Barit dhe Spakut të Tiranës. Sipas hetimeve, organizata kriminale shqiptare vepronte në shkallë të gjerë përgjatë rrugëve ballkanike me dek drejt Europës Veriore dhe vende të konsoliduara zbarkimin për drogën. Në Pulja e konsideruar një qendër strategjike për shpërndarjen e narkotikëve. Kokaina dhe lëndë të tjera narkotike transportoheshin kryesisht nëpërmjet rrugëve detare me mbështetjen logjistike të qelizave operative të pranishme në Itali, të përfshira gjithashtu në menaxhimin e të ardhurave të paligjshme përmes aktiviteteve të pastrimit të parave dhe pronësisë fiktive të aseteve. Masat paraprake u lëshuan në kuadër të operacionit Ura pas hetimeve të kryera nga Dia e Barit midis shtatorit 2021 dhe qershorit 2022, që bën të mundur mbledhjen e provave serioze kundër të dyshuarve shqiptar dhe italian që i përkasin në Itali 2 grupeve kriminale me seli në Pulja dhe një tjetër grupi kriminal në Shqipëri me seli në Durrës. Operacioni në Shqipëri është thirrur në qytetet e Durrësit, Shkodrës, Tiranës, Firit dhe Vlorës, ndërsa në Itali në Bari dhe provincat e tij, por edhe në Oria Matera, Frosinone, Torino, Cosenza, Trento, Como, Cremona dhe Pomezia, si edhe në Belgjik. Dia në lidhje me sasitë e mëdha të heroinës dhe kokainës të lëvizura duke filluar nga viti 2016 midis Ballkanit, Europës Veriore, Amerikës së Jugut dhe Puljas, ka dokumentuar ekzistencën e një bashkësie interesash midis grupit kriminal në Shqipëri. Përgjegjës në nivel transnacional për tregtimin dhe transferimin e drogës dhe 2 shoqatave kriminale që vepronin në Bari, të cilat nga ana tjetër kryenin operacionet e prerjes dhe paketimit në bloqe, furnizonin me shumicë organizatat në Bari, Brindisi dhe Lecce të interesuara për të marrë heroinë dhe kokainë me cilësi. Lënda narkotike vinte nga Turqia dhe Amerika Latine dhe transportohej në Itali nga shqiptarët. Hetimet komplekse të kryera me përgjime telefonike, përgjime mjedisore, regjistrime video dhe shërbime vëzhgimi e kontrollit, mbështetura nga analiza e bisedave të koduara të marra nga platforma si dhe nga deklaratat e 3 bashkëpunëtorëve të drejtësisë, besueshmëria e të cilëve është vërtetuar, kanë lejuar ndër të tjera të dokumentojnë në lidhje me substancën narkotike të dërguar në Bari, kryesisht nga Shqipëria dhe Europa Veriore, furnizime me 255 kg heroinë dhe kokainë të pastër. Të kryera nëpërmjet korrierëve ndërkombëtar. Në të njëjtin kontekst u rindërtua një rrjedhë pa ndërprer parash nga Pulja në Shqipëri për të paguar drogën e shitur me shumicë, e cila zhvillohej nëpërmjet shoferëve të autobusëve ndërkombëtar, transaksionet e paligjshme të cilëve kapën shifrën prej 4.5 milion eurosh. U zbuluan disa dërgesa parash për të paguar drogën, të cilat u kryen në Bari për shuma që tej kalonin gjysmë milioni euro. Ashtu u provua transferimi mbi $500.000 nga Shqipëria në Amerikën Latine, paguara si paradhënie për blerjen e një dërgese prej 500 kg kokainë nisur nga Guayaquil i Ekuadorit. Provat e përdorura për të demonstruar funksionimin e 3 shoqatave kriminale transnacionale kishin të bënin me një sekuestrim të mëparshëm prej 3 milion eurosh në parakesh në Durrës, si edhe sekuestrimin e drogës kryer në rrethana të ndryshme të mbi 30 kg heroinë dhe disa laboratorëve artizanal të përdorur në Bari dhe në provincë për prerjen dhe paketimin e drogës në bloqe. Një ngarkesë me 2 ton kokainë në portin e Rotterdamit, Holland, si edhe 932 kg kokainë në portin e Gioia Tauros në Reggio Calabria. Po ashtu një ngarkesë prej 400 kg kanabis në Bari.